Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar listën me 4 kandidatura për të qenë në krye të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 4 prokurorët që kanë shprehur interes për të udhëhequr spakun janë Adnan Xholi, Lodian Praho, Doloresa Musabelliu dhe Ervin Gokaj. Miratimi i listës me 4 kandidatët në KLP është bërë me 10 vota pro. Në votim nuk mori pjesë vetëm antari Zeqir Hodaj. Hodaj u largua pak para votimit, pasi sipas tij ka pasur shkrime në media se ai ndodhet në situatën e konfliktit të interesit sepse i biri është emëruar në BKH nga një prej kandidatëve, Lodian Praho. Këtë situatë antari KLP se gjykonte jo si arsye për të qenë në konflikt interesi, por derisa kjo të sqarohet, ai nuk po merr pjesë në këtë votim. Pasi kaluan këtë etapë, kandidatët do të ftohen për të u intervistuar në KLP. Ato pritet të nënshtrohen një procesi të hapur përmes intervistës publike dhe vlerësimeve nga KLP, ku do të merret parasysh përvoja e tyre profesionale, integriteti, vizioni dhe aftësia për të drejtuar një institucion që ndodhet në vëmendjen më të lartë publike. Drejtuesi aktual i SPAK Altin Dumani duhet të lirojë zyrën për pasuesin e tij në këtë detyrë të datës 18 dhjetor, teksa drejtuesi i ri, i cili do të jetë i treti që kjo strukturë ka pasur nga nisja e punës në 2019, do të qëndrojë në krye deri në dhjetor 2028.